Kremlini ka deklaruar se Rusia është mirënjohëse ndaj Turqisë për gatishmërinë e saj për të lehtësuar një zgjidhje për Ukrainën. Jemi shumë të vetëdijshëm për gatishmërinë e miqve tanë turq për të vazhduar të lehtësojnë një zgjidhje paqësore të situatës në Ukrainë. Jemi mirënjohës ndaj palës turke për këtë, tha zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov në një konferencë për shtyp. Ai tha gjithashtu se Rusia nuk sheh ndonjë perspektivë të menjëhershme për rifillimin e negociatave mbi konfliktin, por megjithatë mbetet e hapur për bisedime. Turqia priti bisedimet e paqes Rusi-Ukrainë në Stamboll në verën e vitit 2025, ndërsa këtë vit u mbajtën 3 raunde në Abu Dhabi dhe Gjenev. Megjithatë negociatat kanë mbetur të ndërprera që nga lufta e Iranit. Ministri i jashtëm turk Hakan Fidan ka deklaruar në Kiev se rifillimi i procesit të Stambollit do të ishte i dobishëm. Peskov argumentoi se shumë konflikte janë shumë komplekse në strukturën e tyre dhe zgjidhja përmes një marrëveshje, duke u referuar SBA-s, mund të jetë e pamundur.